Shqipëria e meriton statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian dhe Italia mbështet këtë proces të rëndësishëm. Kështu ka deklaruar ambasadori italian në vendin ton Massimo Gajani gjatë një aktiviteti në Fier të organizuar nga bashkia e këtij qyteti me rastin e javës kombëtare të Italisë. Fillon sot një muaj i rëndësishëm për Shqipërinë dhe rrugtimin e saj drejt Evropës. Italia mbështet me besim të plot dhe vendosmëri hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. I qëndrojmë mendimit se Shqipëria nga hera i përket Evropës dhe kjo ceremonie sotme është një dëshmi e kësaj gjëje. Shqipëria e meriton marrjen e statusit dhe jemi të sigurt e besim plot që në fund të këtij muaji, më në fund Komisioni Evropian, edhe pse me vonesë, do t'i jap Shqipërisë këtë mundësi. Komisioni Evropian pritet të nxjerrë më 3 qershor raportin lidhur me ecurinë e reformave të Shqipërisë për marrjen e statusit të vendit kandidat në BE, ku komisioneri Stefan Füle pritet të inkurajojë vendet evropiane për miratimin e statusit për Shqipërinë. Ky rekomandim do të pasohet me vendimin e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të BE-s, të cilët në fund të qershorit do të japin dhe vendimin përfundimtar.